Në gjykatën e lartë është zhvilluar ceremonia e hapjes së vitit të ri gjyqësor. Presidenti i Republikës Bayram Begaj në ceremoninë e hapjes së vitit të ri gjyqësor theksoi rëndësinë e një drejtësie të pavarur, funksionale dhe me integritet. Ai deklaroi se epoka e pandëshkueshmërisë ka filluar të marrë fund, ndërsa raportet ndërkombëtare dhe media se të drejtë i kushtojnë vëmendje të veçantë aktivitetit të SPAK dhe gjykatës së posaçme. E ndërtuar mbi një konsensus të gjerë politik dhe me mbështetjen e pakushtëzuar dhe të fortë të partnerëve tanë strategjik, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, reforma ishte përgjigja e domosdoshme ndaj një krize të thellë besimi në sistemin e drejtësisë. Reforma në drejtësi gëzoi mbështetje të madhe publike dhe krijoi po ashtu pritshmëri të larta për një drejtësi të pavarur, funksionale dhe me integritet. 10 vjet më pas, rezultatet janë të dukshme. Shumica e qytetarëve besojnë se epoka e pandëshkueshmërisë ka filluar të marrë fund. Raportet ndërkombëtare, media dhe publiku me të drejtë i kushtojnë vëmendje aktivitetit dhe sukseseve të SPAK-ut dhe QKK-s, por në sistemin tonë të drejtësisë kemi edhe struktura të tjera, gjyqtar e prokuror, të cilët po me kaq përkushtim, profesionalizëm, dinjitet dhe përgjegjësi kanë arritur të japin drejtësi. Fjalën e tij e mbajti edhe kreu i gjykatës së lartë Sokol Sadushi. Ai tha se duhet që gjykatat të tregojnë pa anësi dhe që drejtësia të jetë e arritshme për qytetarët. Në kjo, Sadushi kërkoi sërish nga gjyqtarët që të angazhohen në vendime për çështje gjyqësore, të mos i zvarrisin pasi një drejtësi që vonon rrezikon të kthehet në padrejtësi. Sot nuk po vijojmë një traditë, por po e krijojmë atë. Është kuptim plot që ky hap ndërmerret pikërisht këtu, ku shqyrtohen çështje me rëndësi të veçantë dhe ku përmes interpretimit dhe njësimit të praktikës forcohet koherenca dhe rritet paraqyeshmëria e ligjit. Prania juaj sot e nderon gjykatën e lartë dhe jep peshën e dur këtij momenti. Në një kuptim më të gjerë, drejtësia nuk është vetëm vendimarrje, ajo është edhe standard, edhe orientim për sistemin dhe shoqërinë. Prandaj kjo sallë nuk i përket vetëm këtij institucioni. Në thelb, ajo i përket qytetarëve, çdo individi që hyn këtu me shpresë se do të dëgjohet dhe do të trajtohet me dinjitet, barazi dhe pa anësi. I pranishëm në këtë ceremoni është dhe Ministri i Drejtësisë Besfor Lamallari. Gjatë fjalës së tij vuri theksin të hendeku mes pritshmërive të qytetarëve pas reformës në drejtësi dhe funksionimit aktual të sistemit, veçanërisht në aspektin e llogaridhënies dhe disiplinës së magjistratëve. Në fokus të kritikave të ministrit ishte Inspektoriati i Lartë i Drejtësisë, për të cilin ai deklaroi se nuk po përmbush siç duhet misionin kushtetues për garantimin e standardeve të larta profesionale dhe disiplinore në sistem.